Po natyrisht, ajo që ndodhi në momentet e para... Ndjes hapa dhe Fieri, të përmendur. Po, Fieri është. Fieri dhe Tirana janë të plotë, ndërsa Durrësi dhe Ibra janë të pjesshëm. Por normalisht është ezaurimi i një sistemi i cili është ndërtuar i tillë për ta ankimuar dhe kjo është shumë e ndershme. Pra, për ta shpjeguar sa më thjesht. Për ta shpjeguar sa më thjesht, për çdo ankimim që ti ke për rezultatin tënd, qoftë nga pikpamja e votës mes dy forcave politike, jo thjesht brenda forcës, por edhe brenda forcës politike, mes kandidatëve të njëjtës forcë politike, sistemi është ndërtuar i tillë i cili duhet ezauruar deri në fund për të pasur ankimimin e dur dhe për të pasur qartësi të plot deri në fund ku gjithë secili të pranojë rezultatin, të paktën atë që është futur në kuti. Dhe natyrisht që unë besoj që hapja e kutive në këtë moment është një tentativë për të zbardhur të paktën ato të vërteta të cilat ne kemi dashur gjatë gjithë kohës, ose më saktë qytetarët kanë dashur gjatë gjithë kohës si të zbardheshin në momentin kur kanë pasur ankimimet e tyre. Tani, për Tiranën, ne kemi pasur ankimime jo vetëm nga Partia Demokratike dhe jo vetëm nga subjektet e tjera opozitare dhe në këtë rast përfshi edhe koalicionin tonë, por ankimimet kanë ardhur edhe nga vetë Partia Socialiste. Dhe ndoshta ky është një rast, një moment për të shërbyer të vërtetës edhe brenda Partisë Socialiste. Sepse ne pam ditët e para kur zonja Gjula Medi bashkë me zotin Qevalia edhe me personazhe të tjerë kandidatë të Partisë Socialiste kërkonin që të angazhoheshin për ezaurimin e sistemit, në sensin juridik të fjalës. Pra të ankimonin duke qenë të paqartë për rezultatin e tyre. Dhe kjo është një drejtë shumë normale. Rendja e Ramës për të mbyllur gojën këtyre që shikoni mos se bëni këtë sepse nuk e di askush sepse nuk ta një sepse, por thjesht ta që unë ju këshilloj, tha me atë gjuhën e vet të ngurtë, gjysmë mafioze, sepse mafiosët janë tillë që flasin me unë ju këshilloj. Dhe stepja përballë faktit që një ndër kandidatët e vet ose dy ndër kandidatët e vet kërkonin që të ezauronin sistemin, ata sa akuzuan njëri. Dhe zonja Gjula Medi, edhe zoti Qevalia nuk thanë që ne na e kanë vjedhur. Ore, mund të kenë ndodhur një gabim njerëzor aty brenda. Por na le që ta shohim deri në fund. Sepse ndoshta drejtësia do të jetë ndryshe nga kjo që ka dalë. Pra e drejta do të jetë ndryshe nga kjo që ka dalë, që është fakt sot. Ndoshta mund të takoj zonjës Gjula Medi në vend të zonjës Xhaçka, apo zotit Qevalia në vend të zotit Rakipi, zotit Rakipi. Pra, nxitimi për të ndaluar, jo stop mos fikoni asnjë. Pse? Kjo të nxit akoma më tepër nevojën për ta bërë transparente. Hapjen e kutive, hajde t'i hapim të shohim çfarë janë aty brenda. Dhe normalisht për të kuptuar dhe se ku na ka çeduar sistemi. Sepse ne vërtet kemi sot një kuadër ligjor jashtëzakonisht shumë të fortë kur vjen puna te prekja e votës. Deformimi i rezultatit zgjedhor ka një kuadër ligjor shumë të fortë, penal. Hajde ta vëmë në funksion. Ta kuptojnë njerëzit që ky sistem është serioz. Dhe unë prandaj jam pro hapjes së kutive. Kur vjen puna për Fierin, natyrisht ka qenë një kërkesë e nisma Shqipëria bëhet ajo për hapjen e kutive të Fierit për shkak se në bazë të hulumtimeve dhe gjetjeve që u bën në një këshyrje paraprake që ne i bëm videove të marra nga KQZ-ja, videove të numërimit që marrën nga KQZ-ja, u gjetën në rastet e deformimit të rezultatit në kuti të caktuara. Pra, ku ishte kaq vota, ishin shënuar, nga 10 vota ishin shënuar 4 vota. Dhe ishin shtuar një partie, ishin zbritur një partie, pra ishin zbritur nisma Shqipëria Bete, ishin shtuar Partia Socialiste. Pra, të gjitha këto ka nevojë për zbardhje. Dhe hapja e kutisë është një formë për ta zbardhur këtë, dhe të jemi të gjithë të qartë, të paktën në këtë pikë. Qartë. Nuk po diskutoj të tjerat, natyrisht ankesat për çdo gjë tjetër që ka qenë përpara datës 11 do të vazhdojnë të jenë. Përdorimi i administratës, presioni, tatimet, miklimi me shpërblime me gjitha këto që do vazhdojnë të jenë. Por të paktën për këtë ta mbyllim. Unë dua të kërkoj mirë kuptimin tuaj, kam një defekt të pa korrigjueshëm, harroj gjithmonë të vendos mikrofonin dhe nuk jam dëgjuar në hyrje të nisjes së bisedës, ndaj do doja t'ju bëja edhe një prezantim tjetër, Faik Basha, ekspert sigurie, zoti Besar Lohu, avokat, gjithashtu edhe Pano Sok nga Nisma Thurje, ju jeni prezent shpesh herë në ekran, ndoshta nuk ka nevojë dhe për prezantim, por duhet dhe po diskutojmë pikërisht për vendimin e KAS për rinumërimin e disa kutive në qarkun e Fierit, vendimi do të numërohen 44 kuti në qarkun e Dibrës, do të rinumërohet edhe qarku i Tiranës, gjithashtu
edhe një pjesë e qarkut të Durrësit. Shpresojmë që Zoti Soko është dëgjuar, unë nuk jam dëgjuar. Jo, unë e vendos mikrofon. Atëherë, Zoti Basha. Shiko, është për të ardhur keq kur shikon që pothuajse 40% të gjithë kutive në rang kombëtar do të hapen për të rinumëruar për shkak se Partia Demokratike, kryesisht pastaj dhe partitë e reja kanë patur dyshimet e tyre që të paktën stafi i tyre nuk ka qenë korrekt gjatë numërimit dhe gjatë vëzhgimit në gjitha qendrat e votimit në Shqipëri. Kur një parti politike, siç është forca e dytë politike më e madhe në vend apo forca e parë opozitare, ngren dyshimet tek mbi 10.000 pjesëtar, simpatizant, antar të partisë së saj dhe nuk po flasim për 10.000 vota. Ja, të lutem, vetëm do ta shpjegoj unë tani. Një person që ka nga Partia Demokratike. 10.000. Po do ta shpjegoj, po nuk është do ta shpjegoj deri në fund. Do ta shpjegoj deri në fund. 10.000 njerëzit më të besuar të partisë dyshohet që nuk kanë kryer detyrën. Pse e them kështu dhe do t'ia shpjegoj zotit Longuj se pse dalë në këtë përfundim. Unë për fat mirë kam qenë kandidat 2020. Po pra, po do ta shpjegoj, po unë nuk po them që the Partia Demokratike po akuzon 10.000. Ne po bëjmë analizë. Mirë. Dhe analizën e bëjmë ashtu që mendojmë mbi faktet që kanë dalë në dritë. Atëherë, unë kam qenë kandidat 2021-shit, kam vëzhguar dhe votat e 2021-shit, por fatmirësisht gjatë gjithë procesit të numërimit kanë qenë vëzhgues edhe në zgjedhjet e 2025-s. Kam ndjekur numërimin në disa KZAZ në Tiranë, por kam ndjekur dhe numërimin e votës së diasporës që është bërë te Parku Olimpik. Dhe dua të them diçka. Pse e them kështu? Partia Demokratike ka patur vëzhguesit e saj dhe numëruesit e saj, të cilët janë raskapitur, kanë bërë punë më shumë se sa kandidatët gjatë gjithë fushatës. Pra, kanë qenë korrekt, kanë qenë serioz, kanë qenë të disiplinuar në drejtim të numërimit, vëzhgimit dhe të kërkimit të llogarive, qoftë vëzhguesit, numëruesit. Unë kam qenë aty kur vëzhguesit e Partisë Demokratike kanë rinumëruar 3 herë një kuti, kur kanë vënë re një problematik që nuk ka korresponduar me numrin që kanë patur ato të shënuar, me numrin të cilët kanë nxjerrë stafi i numërimit atje. Dhe fatmirësisht stafi ka qenë i rregullt, por vëzhguesit nuk kanë patur mundësi që ta shikojnë qartë dhe kanë arritur të numërojnë deri në 3 herë një kuti. I është dhënë gjithë hapësira dhe mundësitë që numëruesit dhe vëzhguesit të kenë një harmoni ligjore me njëri tjetrin dhe t'u zbatohen të gjitha hapësirat që u jep ligji edhe vëzhguesve për ndjekur procesin. Ka patur edhe akuza sidomos nga forcat e reja politike që ka patur një marrëveshje të hequr ndërmjet komisionerëve të PD-s dhe të PS-s, si ne do numërojmë kaq vota, ju do numëroni kaq vota. Kjo është akuza që janë bërë publikisht. Akuza mund të jenë bërë publikisht, por unë nuk mendoj që por në këtë rast po flasim edhe për trafikim brenda të votave brenda një force politike. Nuk përjashtohen mundësitë, ka një ndërhyrje nga Soko. Nuk përjashtohen mundësitë që të ketë gabime njerëzore dhe të çosh dëm mundin edhe 10.000 njerëzve të cilët ti ke më besnikët dhe thuash që unë nuk ju besoj ju, po unë i besoj stafit të KQZ-s, kur KQZ-s i ke thënë që je pjesë e regjimit, e je pjesë e krimit, e je pjesë e gjithave. Në fund fare thua, unë njerëzit mi, se prandaj shkojmë në humbje të një pasnjëshme të opozitës, se nuk beson ke njerëzit, nuk beson ke liderit lokal, nuk beson ke tani, nëse ndodh ajo ndodh në bashkëpunim të gjithë. Dibra, më fal, pra, edhe deformimi i votës, më të dëmtuarit janë partitë e vogla. Edhe deformimi i votës nuk bëhet nga një numërues. Jo bëhet nga gjithë tavolina e numërimit apo nga gjithë seksioni që merret me në KZAZ. Pra, këtu, nëse është futur krimbi i korrupsionit, sepse pse e bëjnë? Kemi ashtu. Pra, unë nuk kam me Fajku thot, i ketë besuar ti 10.000 veta, i thot, Besarti tani ri mbylli syt. Zotrin, ne nuk bëni fare sistem, ne thonim e numërojnë këta 10.000 veta, gjejmë ca që betohen në Kur'anin, në Bibël, edhe i lëm aty nuk përdorim sistem fare. Problemi është që këta pikërisht sepse ne dyshohet nga të për ta bërë më të qartë. Dhe edhe nga partia e Faiku dyshojnë.
dyshojnë më pavarësisht se nuk e folën dot, sepse doli shefi i madh dhe tha që peligoj. Jo, nuk ka që si shiko, deklarata ka qenë publike. Shiko, unë kam qenë ne jena pjesët majtës kur ajo pjesë pastaj fillon e devijon, ne kalojmë pra ideja është që edhe këta e kanë aty brenda frikën që, ose më saktë dyshimin që aty brenda për shkak të influencës apo lidhjes së fortë që kanë pasur me majën e pushtetit, dikush është favorizuar dhe dikush është diskriminuar, por nuk flasin. Fakti është që hajde ta bëjmë efektiv sistemin që kemi. Pra ta shohim, nuk ka asnjë problem, nuk i vjen asnjë problem. Doli Celibashi tha nuk do kushtoj asnjë gjë tha. Hapja e kutive tha nuk do na kushtoj fare. Jo, kushton. Jo, Shqipërisë do na kushtoj. Nuk do na kushtoj fare para. Nuk do të kërkojmë fond shtesë. Nuk do të kërkojmë fond shtesë. Ta pra nuk na kushton asnjë. Pra demokracia edhe sikur të kishte para. Kosto është shumë tepër. Dy janë kostot. Një imazhi demokracia që nuk arrin dot mbylli votat. Nuk matet me para. Pra, fakti të pasur një rezultat demokratik të pastër, transparencë të pastër, të paktën për këtë fazë, të paktën për fazën e numërimit. Pra për ta pasur të qartë, pse duhet kemi frikë transparencë? A janë ato rezultatet? Hapini kutit, mos ato do gjeni prapë. Bëj kampion mos kërkon. Pra hapini, hapini kutit, ato do gjesh prapë. Dhe kur dhe pas këtij momenti ku ne për herë të parë hapim kutit, atëherë të gjithë bindemi që shiko, ishti në rregull, pavarësisht zhurmave njërin tjetrën, dolën siç ishte rezultati, kështu që juve forcat që keni kërkuar hapjen e kutive, mos i kërkoni më. Ky është fakti që është aprovuar, është miratuar i numërimi, tregon që ka patur prova konkrete. Janë gjetur provat. Se tani te kampionet do ecin fajt, se nuk mund marrin të gjitha. Dhe që nxiton kreu i qeverisë për ta zhbërë të pak nga krahu vet sa më shpejt të procesin e ankimimit, për ta mbyllur sa më shpejt të procesin e ankimimit, mua më lind dyshimi që këtu jo vetëm në Tiranë, në Fier, në Durrës apo në Dibër, por rrezik po të hapim kudo në gjithë Shqipërinë, do të gjejmë deformim të votës. Mendoj që duhet rinumëruar të 5200 kutit. Shikon, nëse do të kishim kohë efektive dhe do të ishim eficient në mekanikën e ekzekutimit të procesit, patjetër që duhet të hapur gjithë kutit. Pse? Sepse nëse ka ndodhur në Tiranë, Durrës, Dibër, ka ndodhur në gjithë Shqipërinë ajo. Po sepse janë çështje më të mëdha. Patjetër më ka ndodhur në gjithë Shqipërinë. Besart. Duke e nisur që nga polemika që fillove çfarë me Faikun edhe në radhë parë nuk është as pak korrekte të citosh Partinë Demokratike dhe t'i vësh fjalë në gojë kësaj partije, pra zyrtarëve të saj, që kanë akuzuar numëruesit e tyre për vjedhje, trafikim apo fiksim të rezultatit. Nuk ka ndodhur nga Partia Demokratike, nuk ka një deklaratë të tillë. Deklaratat individuale persona ndryshëm nuk përfaqësojnë vullnetin e Partisë Demokratike, edhe nëse ka pas deklaratë të tilla, por ka diçka Fiori se po jepet shumë vëmendje hapjes së kutive. Pa diskutim. Pa diskutim që do jepet vëmendje. Po prita, shkaku. Disa palë zgjedhje më